njerës kemë mbulume, i prunën me autobusa këtë, veç me hupi morzhin që maj poshtë në ftyrë tokës ka dhe më të rëtalë. Apo mendon që vendi jonë po bojnë mjaftueshëm për historinë e vendit tonë? Jo. Pse jo? Pse sot sa njerës kemë mbulume, i prunën me autobusa këtë, veç me hupi morzhin kësaj Po. E keni fjallën për panairin Arabi Saudite? Po. Ato ka bon kë hoxha të Roma që maj poshtë në ftyrë tokës ka dhe më të rëtalë. Është një njeri që i këtina 300.000 euro vozit kërën për Prishtinë. Ka palet. Ka palet. E kanë qitë që në botë kënë pshesh nuk qitet, aja farë qadra që kanë qitë veshit korona. Pas në ditën e Skënderbeu. Po mendoni se ky ka qenë një provokim? Ky provokim shumë i madh. Me autobusa i kanë pru ato dveshnet. I kanë zbrit e grande, edhe i kanë pru, i kanë anë qajtë. Vetëm për me bo një ekces. E më thonë që që bojnë këta katalikt. Po na nuk jem një zvodallë. Po, ne po mendoj se feja këtu nuk ka rëndësi, jemi shqiptarë, kështu si që jemi. Jo, shqiptarët as janë. Hoxhallar, da që shko mu falë në gjamia i nuk o shqiptarë. Pse? Po ju keni qenë muslimane, mbaj mend? Jo, më falë. Unë e këmë qenë njeri pa kur farfeje. Emnin ma kanë lonë prind azjatik. Halil Hasani. Ta që kom ndrej kelmendi që ta dokumentar. Keni ndrua dhe emrin kur jeni konvertua, po? Po, që. Okej, në regull. E si po ndihen e tani që jeni konvertu? Unë ndina shumë mirë. Po? Shumë mirë, pse du më të tërgu një rast. Kur Shqipëria ka konkurue mu pranu në Evropë, krejt delegatë Evropë se ka që dorën ju se janë popull musliman. Një ndër tonë delegate që dorën në mrome. Tha të urna, që vëdon ti? Tha ku vele mirditen? Thot mirditen e shpallëm shtetë edhe kanë shpallë mirditen shtetë. Me rëmëmen. Mirditen e kanë shpallë shtetë Shqipëri një asë Kosovën një. Po e përmendon që Kosovën nuk e adhurojnë atë shumë vetëm Jo, se do në kërkush. Albin Kurti, me këta dalaverzit e ti dhe me Hoxhallar, që ku nga ka pru. E ka më nga pru edhe ma poshtë. Albin Kurti Jo, është ditëlindja e parë që e festoni ditëlindjen e Skënderbeut me fenë e krishterizmit. Çfarë ndjesia është me pas fenë e njëjtë me Gjergj Kastriotin? Është shumë e mirë. Shumë e mirë. Skënderbeu, po Miloš Nikol Kubiliqi ka qenë para Skënderbeut, kur e ka pre Sultan Muratin në fushë Kosovës. Drenica ka qenë çdo herë kundër Turku edhe Turku s'ka pas dorë Drenicë kur. Në Komaran 22.000 ushtarë me gjithë poshin mytë. Edhe kështu që Drenica se ka pranu Turku kur. Emrin ma herët se e keni pas para konvertimit? Halil Hasani. E tash apo ndini ma mirë me emrin e ri? Po. Edhe me fenë e ri? Shumë po, se që 24 vjetë ju më papëzit. Po, inderum, po du me të pytë kjo intervista ishte me vullnetin tënd? Po. Me plot vullnet, ta ku ma intervisen, edhe zdo herë kur do në ju si televizion një vojnë intervista. Shumë pa inderit, e kemi pasët një intervist ma herët. Gjithmonë një vojnë. Shumë pa inderit dhe juve.